Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ këtu në TVM2. Në këtë edicion mes të tjerash do të ndiqni. Një tërmet i fuqishëm ka goditur Turqinë, jug lindore dhe zonën kufitare në Siri, me që rast kanë humbur jetën mbi 1500 persona në Turqi dhe 923 në Siri. Epicentra e tërmetit prej 7.8 ballësh ishte rreth 26 km nga qyteti Nurda dhe rreth 33 km larg qytetit Gaziantep. 2 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë lënduar nga tërmeti në Turqi. Ata janë pjesë e një grupi prej 8 nxënësish dhe një arsimtari, të cilët ndodhen në zonën e prekur nga tërmeti në Turqi. Siç bën të ditur Ministria e Jashtme e vendit, 2 nxënësit e lënduar kanë marrë mjekimin e nevojshëm dhe janë jashtë rrezikut për jetë. MPJ thotë se nuk ka informacione se shtetas të tjerë të vendit ndodhen në zonën e tërmetit. Me të mësuar për tërmetin katastrofal në Turqi, krerët e shumë shteteve të botës, përfshirë ato të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Kosovës, BE dhe SBA, shprehen ngushëllime për viktimat. Njëherët shumë vende shprehen gatishmërinë për të ndihmuar Turqinë në tejkalimin e pasojave të tërmetit. Zgjerimi i koalicionit qeveritar edhe me ASH është shumë pranë. Kjo parti tani më ka harmonizuar pjesën programore dhe pjesën më të madhe të ndarjes së resorteve me LSDM dhe nga mesi javës pritet që marrëveshja të zyrtarizohet. Në mesin e resorteve që pritet t'i takojë ASH-s është edhe Ministria e Shëndetësisë, të cilën ministri Sali është i gatshëm ta lirojë, nëse për këtë vendos Partia e Tij Alternativa. Një tërmet i fuqishëm ka goditur